qarkullon si proces? Patjetër, qarkullojnë. Patjetër që qarkullojnë dhe unë mendoj se do jetë një upgrade, një upgrade i konsiderueshëm në krahasim me përfaqësimin e fundit që kanë pasur Shtetet e Bashkuara në Shqipëri. Më keq se aq. Dyshoj që mund gjendet. Ka disa çështje tani që duket që janë ngritur si shqetësim lidhur me Shqipërinë, ajo e narkotrafikut, e cila është në krye të objektivave dhe të luftës, le ta themi, që po bëjnë administrata Trump, është një prej tyre dhe sigurisht dhe gjitha këto elementet që ne përmendëm. Ndërkohë, ti aty në të dyja rolet që unë përmenda besoj më herët që në kryet e herës në kuadrin e konferencës së IDU-s. Kur ti the po flitet për Shqipërinë aty, sa po flitet në çfarë termash? Partia Demokratike ka delegacionin e vetë zyrtar, do të thësh për ta bërë si sqarim, që është zoti Kolliçi, është zonja Vokshi, mbas është nga Partia Republikane zoti Mediu. Po, në çfarë kuadri po flitet aty? Dhe natyrisht Instituti Konservator Shqiptar është i përfaqësuar, Po, dhe Instituti Konservator Shqiptar. Ndjes, do të lë që ta vijosh këtë që nise, po në çfarë kuadri bëhen diskutimet aty dhe çfarë roli ka tek e fundit tashmë, pra, kur jemi në këtë fazë të re, Partia Demokratike përmes përfaqësuesve të saj, për të përpjekur dhe për të rikthyer të gjithë atë që mungon tani në Shqipëri. Po, përpjekjet janë të shumta, domethënë në rast të parë rëndësia e një forumi të tillë është për vetë faktin që është pjesë Partia Republikane që sot qeverisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shumicën në të dy dhomat e Kongresit, etj. Me radhë, dhe patjetër që ata janë parti si motor e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Aq më tepër që me presidentin Trump edhe po themi vizioni, botkuptimi janë në të njëjtën linjë, edhe interesat janë të përbashkëta për të mirë të Shqipërisë, të Ballkanit dhe të forcimit të raportit mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara. Janë pjesë Partia Konservatore britanike, parti të tjera që qeverisin pjesën më të madhe të vendeve të Bashkimit Evropian, me kështu me radhë. Dhe natyrisht